përshëndetje gjithëve, ftuarve. Tani, unë jam pak emocionuar se me darë kryeministrin derë, thojnë sa është marësi, po emocioni nuk ikë. Edhe mendoj që para 20 viteve nuk ishim këtu ku jemi, por sot çdo gjë ka ndryshuar. Edhe jam shumë mirënjohës kryeministri që erdhi sepse kjo gjë jep forcë dhe shpresë. Dhe kemi dhe halle probleme që mund i shajmë kryeministrin këtu të i kërkojmë, edhe besoj me projektin e ri që do vazhdojmë këtu këtë zonë mund të ndryshojmë jashtëzakonisht shumë dhe do jetë një tjetër zonë, mendoj dhe është dhe hyrja Tiranës. Dhe herë shumë faleminderit gjithëve dhe shumë faleminderit kryeministër, faleminderit ministrës, Adës, shumë faleminderit gjithë. I nderuar zoti kryeministër, të nderuar të ftuar, të dashur miq dhe partner, është një kënaqësi e veçantë që ju mirëpresim sot këtu në ambientet e Pajtoni Center, një hapësirë që për ne nuk është thjesht një ndërtesë, por një simbol i rrugëtimit tonë. Kemi nderin të kemi mes nesh kryeministrin e vendit zoti Edi Rama, ministren e ekonomisë dhe inovacionit zonjën Delina Ibrahimaj, si dhe drejtoren e përgjithshme të Agjencisë të Zhvillimit të Territorit, zonjën Adelaida Roka. Prania juaj i jep këtij momenti një vlerë të veçantë. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të prezantuar një projekt, por për të treguar një histori, një rrugëtim. Rrugëtimi i Pajtoni Group nuk ka qenë i lehtë apo i qetë, por ajo që na ka çuar përpara, përtej ambicjes për të rritur, ka qenë një ide më e thjeshtë dhe më e fortë, që Shqipëria meriton më shumë, meriton më mirë, meriton një mënyrë tjetër jetese. Nga një kompani e vogël ndërtimi, sot jemi një grup i konsoliduar me mbi 20 kompani, që operojnë në sektor kyç të ekonomisë, nga zhvillimi rezidencial, qendra tregtare, deri tek industria prodhuese dhe logjistika. Por në thelb mbetemi ndërtues, jo vetëm të strukturave, por edhe të mundësive. Me mbi 200 punonjës dhe një rrjet prej më shumë se 55 kompanish nën kontraktore, kemi krijuar një komunitet prej rreth 1000 profesionistësh, që çdo ditë kontribuojnë në zhvillimin e këtij vendi. Me 4 projekte të reja që po nisim, presim të angazhojmë mbi 150 kompani dhe më shumë se 1500 punonjës të rinj. Për ne kjo rritje nuk është thjesht një numër, por një përgjegjësi. Sot po prezantojmë një projekt i cili do të çojë përpara këtë vizion. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës. Ky projekt nuk është thjesht një zhvillim i madh në numra. Me 220.000 metra katror ndërtim, ai është një ide për mënyrën se si mund të jetohet ndryshe në këtë qytet. I vendosur menjëherë pas Pajtoni Center, Pajtoni Residence përbëhet nga 12 objekte, që bashkojnë jetesën, biznesin dhe hapësirat rekreative në një ekosistem të vetëm. I projektuar nga studio prestigjioze RCR Architects, ky projekt sjell në Tiranë një standard që zakonisht e sheh në qytete botërore, të cilat ne i marrim si referencë. Projekti inkorporohet natyrshëm me kontekstin tonë. Në thelb të këtij projekti është një pyetje shumë e thjeshtë. Po sikur qyteti të ndërtohej rreth njeriut, prandaj kemi menduar për hapësirat e gjelbra reale, jo vetëm dekorative, për mungesë trafiku në sipërfaqe, si edhe për siguri dhe qetësi për banorët. Ndoshta, elementi më i veçantë i projektit është një shëtitore rreth 1 kilometër e gjatë në katin e 5. Ajo lidh të gjitha objektet në një hapësirë vetëm për njerëzit. Një vend ku mund të ecësh, të punosh, të jetosh, pa u ndjerë në mes të kaosit urban, por në të njëjtën kohë duke qenë fare pranë jetesës urbane. Pajtoni Residence nuk është thjesht një projekt ndërtimi, është një vizion për një mënyrë tjetër jetese në Shqipëri, të cilin dëshirojmë që ta çojmë përpara. Një përpjekje për të vendosur një standard jo vetëm të ndërtesave, por të përditshmërisë. Dhe në fund të ditës, kjo është ajo që ne duam të ndërtojmë. Hapësira ku njerëzit jetojnë, vende ku ata duan të bëhen pjesë, dhe këtë dua të theksoj se është edhe fal vizionit të zotit kryeministër. Ju falenderojmë që jeni me ne në këtë moment dhe ju ftojmë të bëheni pjesë e tij. Edhe një herë falenderojmë zotin kryeministër për prezencën e tij dhe për vizionin që përcjell. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Ky projekti në fakt ka qenë një sfidë në vete.
kur e kemi nisur gati 2 vite më përpara, më vjen një projekt nga investitori i cili ishte i pamundur të realizohej. Dhe këmbulte me çdo kusht që drejtoresht nuk kushton asgjë, që t'i japësh një konformitet Bashkisë së Tiranës, që unë të vijoj me disa objekte të vogla të paregulluara, realisht shëmtuara. Marrim sheshin e ndërtimit, i japim disa sugjerime për arkitekt dhe vazhdonte investitori, dhe pse kishte hyrë në marrëdhënie me arkitektët e huaj, vazhdonte të këmbgulte që unë nuk do arri dot kurrë ta bëj këtë. Tentonte pafund, dhe pse kishte vijuar, kishte komunikuar, kishte marrë dhe një bisedë komunikim me kryeministrin, ishte në një dyzim shumë të madh. Në një dyzim për shumë arsye, pasi rruga më e lehtë, një projekt vërtet që nuk do kishte mundësi as të realizonte dhe as të shiste, i dukej shumë herë më i lehtë dhe më i kollajshëm se sa një projekt i cili na mblodhi të gjithëve sot këtu për t'i treguar atij dhe kujdo që qëllimi i të gjithë ne është që të bëjmë gjëra që mbesin. Gjëra që qëndrojnë për brezat që vinë, por një herë shijohen dhe nga ata që investojnë. Rruga më e vështirë në dukje tregoj që ishte më e lehta dhe më e rira kur unë dëgjova që më këmbgulte pafund që të zbardhnim lejen dhe të regjistronim lejen e ndërtimit, pasi kishte mbi 150 kërkesa për të bërë shitje. Dhe duke qenë se donim të prezantonim platformën e re të apartamenteve dhe njësive tregtare që mund shiten lehtësisht, bashkë me financime nga bankat. Në takimin tim të parë me bankat, ka qenë dyshim i madh se si mund të investohej dhe të jepej kreditim nga bankat kur nuk ishte as pak garanci mënyra se si do të materializohej kreditimi bashkë me njësinë e cila do të ishte objekt blerje. Në këto kushte, ne krenarisht mund të themi sot përpara të gjithë investitorëve, kemi bërë pikërisht regjistrimin e lejeve të ndërtimit, tashmë fakt, dhe lejet e ndërtimit regjistrohen automatikisht nga nga agjencia e cila e lëshon dokumentin e lejes, i pandryshueshëm në organin e kadastrës, i cili vetëm përmbledh materialet e lejes ju të gjithë dispononi. Të gjithë katet, të gjithë njësi tregtare, të gjithë apartamentet që ju keni të shfaqura në lejen tuaj, bashkë me ambientet e përbashkëta të cilat kurrë nuk ishin regjistruar, që shumatoret e të cilave nëse do t'i përmblidhnim në kontratat që bëheshin më përpara, dinin më shumë se metër katror që vetë lejet përmbanin, tashmë regjistrohen. Duke u regjistruar dhe duke marrë një vërtetim hipotekor, unë besoj se për çdo bankë të nivelit të dytë do t'jetë shumë e lehtë, do t'jetë shumë e mundur që në fazat pararendse, që në fazat që lëshohet dokumenti i lejes ndërtimore, ju të mund të merrni kredi, mund të bëni bankat partner në zhvillimin tuaj, si dhe mund të përmirësoni të gjithë kuadrin financiar, njëkohësisht dhe juridik për bërë të mundur zhvillimin që keni. Si që ta landi në fillim, unë do doja të përmendja, ne jemi këtu jo vetëm për të sugjeruar, jemi këtu për të dëgjuar, jemi këtu për të përpunuar çdo informacion, kërkes apo problematik që na ka ardhur nga biznesi, dhe fakti që ne një pjesë të mirë të këtyre problematikave sot krenarisht themi që i kemi realizuar, nuk do të thotë që duam të ndalemi këtu. Duam të dëgjojmë akoma më shumë nga të gjithë ju për të qenë pranë ndërtimit, pranë këtij sektori i cili vërtet është shumë domethënës për ne, por njëkohësisht është jetik për shumë familje ku vetë landi që jemi sot këtu, në total ka një grup prej rreth 1000 punonjësish, ku 200 i ka të punësuarit e tij dhe pjesa tjetër, ndërkohë në periudha të caktuara ka rreth 1500. Prandaj për ne është shumë e rëndësishme që jo vetëm të tregojmë se çfarë po bëjmë, por të dëgjojmë dhe nga ju ato që ne duhet të bëjmë për t'u mundësuar dhe lehtësuar të gjithë aktivitetin. Faleminderit dhe faleminderit që jemi këtu sot. Përshëndetje të gjithëve, ndjes për zërin. Ne në fakt jemi së bashku me Ministra e Ekonomisë edhe pjesë e një cikli takimesh me sipërmarrjet të cilat janë konsoliduar, kanë një raport
absolutisht shëmbullor me shtetin në aspektin e taksave, në aspektin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe sot kanë një bilanc rritje të qëndrueshme si ai që u prezantua pak më parë. Dhe nga ana tjetër, erdhëm këtu për pikërisht si është rritur kompania, çfarë ka bërë kompania në vite dhe si sot në këtë kompani, si në shumë kompani tjera, ka vende pune të cilat paguen absolutisht njësoj si në Europë. Dhe natyrisht kur them në Europë, kam parasysh Europën fqinje, nuk kam parasysh Francën apo Gjermaninë, po patjetër kam parasysh Greqinë, kam parasysh Kroacinë, kam parasysh një sër vendesh. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se së bashku me ministren kemi dëshirë të flasim për se si gjithë ky realitet transformues edhe në sektorin e ndërtimit mbështet rritjen e vet tek ekonomia që rritet. E pam tudhës që t'i kërkojmë themeluesit kompanisë edhe prezantimin e projektit të ri, dhe kështu bëjmë një diskutim dy anësh, nga një anë çfarë është bërë deri tani, dhe nga tjetër një projekt që është një ambicie e të ardhmes, edhe që është pasqyrë e një sektori të ndërtimit i cili në Shqipëri sjell shumë të mira, por nga ana tjetër për fat keq, si çdo gjë në këtë vend që sulmohet kur shfaqet me sukses, që goditet kur shfaqet si ndryshim, që mbulohet me balt kur shfaqet si një shenjë e të nesërmes. Është një sektor që merr në mënyrë të vazhdueshme goditje, sulme, balt, dhe që lëndon një numër të madh protagonistësh të tij. As nuk e vën diskutim që edhe në sektorin e ndërtimit, si në çdo sektor tjetër, ashtu si kundër në Shqipëri, si në çdo vend tjetër, përfshirë edhe vende që na bëjnë leksione neve, ka probleme, dhe problemet këtu në Shqipëri patjetër që janë më të mprehta në disa raste se sa që janë në vendet tjera. As nuk e vën diskutim që jo çdo gjë në sektorin e ndërtimit është e pastër, është e qartë si drita e diellit dhe është e çmuar si derisa e dhjetra mira njerëzve që japin jetë këtij sektori. Por ama që këtë sukses evident të Shqipërisë, që këtë transformim të Shqipërisë që sektori i ndërtimit e bën të dukshëm, të prekshëm, me njëherë sa po dikush vjen në Shqipëri, ta fusim në kornizën e krimit, është diçka e neveritshme dhe e papranueshme. Ja ku është njëri nga ata që janë pas këtyre projekteve. E kanë të vështirë të tjerë që vinë na vizitojnë, që të besojnë si ka mundësi që Shqipëria mund të bëjë ndërtime të tilla, por puna e madhe fort se kanë vështirë.
Ka shumë arsye pse Shqipëria mund të bëjë ndërtime të tilla dhe janë arsye lehtësisht të lexueshme nga të gjithë ata që duan të lexojnë ashtu siç janë. Është e pamundur për disa që ta pranojnë suksesin e Shqipërisë, po punë e madhe fort. Por ama është e pamundur për ne që të pranojmë që shumica dërmuese atyre që investojnë në ndërtim të futen në thesin e baltës për disa që mund të jenë patjetër ashtu siç thuhet, po jo për të gjitha. Dhe ka disa fakte të rëndësishme për t'u nënvizuar. Vetëm nga ky projekt, ende pa filluar puna. Bashkia e Tiranës ka marrë 14 milion euro taks edhe nga ky projekt. 14 milion euro janë një shumë e konsiderueshme. Ndërkohë që në këtë projekt, nga ky projekt, kur të bëhet realitet, qyteti do fitoj, komuniteti do fitoj Çerdën, do fitoj Kopshtin, dhe ndërkohë, Bashkia e Tiranës mund të fitoj edhe një shkollë, sepse angazhimi i investitorit në këtë rast është që të ndërtojë dhe shkollën në momentin që do t'i jepet trualli për ta ndërtuar. Dhe në këto 14 milion euro janë edhe pjesa që shkon tek 3% për strehimin. Pra, kush investon në këto projekte, natyrisht investon për një vlerë të shtuar, nuk diskutohet. Pa diskutim që këto apartamente nuk i blen dot asnjë i varfër dhe asnjë njeri që thjesht jeton me një pagë të ulët apo mesatare. Por ama nga ndërtimi i këtyre apartamenteve, Bashkia e Tiranës dhe bashkitë që ndërtojnë të tilla marrin një taks që është 3% vetëm për fondin e strehimit, për të ndërtuar dhe për të investuar në skema të strehimit social dhe të strehimit të përballueshëm. Pra këto ndërtime kontribojnë edhe për strehimin e përballueshëm. Pa u futur në të thella, duhet të them që në ndërkohë për gjithë ata që lehin në çdo gjuhë që lehin, nga shqipja deri në anglisht edhe në gjuhë të tjera, dhe që menjëherë nxitojnë ta korrizojnë këtë transformim të Shqipërisë dhe Tiranës si transformimin e krimit. Sot që flasim, ky projekt ka 350 apartamente të porositura nga vetëm diaspora shqiptare dhe që janë të porositura dhe nuk paguhen me cash, që t'jemi shumë qartë, po paguhen me bank. Paguhen me bank. Dhe 350 apartamente janë 1/4 e apartamenteve që do të ketë gjithë ky kompleks i madh. Dhe sot janë të porositura dhe të kontraktuara. Prandaj është shumë e rëndësishme që në një moment caktuar, her pas here, njerëzit të informohen. Dhe kjo është arsyeja pse ne po përpiqemi që
t'ju tregojmë duke vajtur vetë, atyre që duan të informohen se çfarë është realiteti i një zinxhiri gjithnjë e më të gjatë hallkash të një ekonomie që rritet. Që rritet dhe rritet në mënyrë të qëndrueshme. Ndryshe nga çfarë thuhet në ato tenxheret mediatike që nuk guxon njeriu të hapi kapakun se i vjen vlaga e llumit që zihen aty brenda. Ndryshe nga çfarë thuhet nga të gjithë ata që nuk duan t'ia falin Shqipërisë suksesin, apo nuk duan t'ia falin qeverisë suksesin. Probleme mas shumë, por ama këtu nuk flas për qeverinë, këtu flas për njerëzit që i përkushtohen punës ditë-natë, që nuk merren me llafe rrugësh, por që ndërtojnë realitete të reja në mënyrë të vazhdueshme. Sa kompani kishte grupi këtu? Kompani. Domethënë një grup, një sipërmarrje e nisur si një ndërmarrje e vogël ndërtimi, sot është një holding me 20 kompani. Dhe këto kompani i ka krijuar puna, nuk i ka krijuar krimi. Këto kompani i ka krijuar një histori e tërë përpjekjesh e shumë njerëzve që janë shtuar rrugës. Dhe këtu sot që nga ftuar edhe disa të tjerë. Ja kush aty, demokrati pa epur Ramgeci. E ka ngritur atë interkontinentalin deri në qell. Tash çfarë lidhje ka Ramgeci me krimin? Ditë e natë duke ndërtuar Ramgecin mund ta kritikosh dhe ta përqeshësh për faktin që nuk i ndahet shpirti nga ajo parti. Pra ajo është kulla një. Kulla më e lartë e Tiranës sot. Ç'lidhje ka me këto? Dhe është e gjitha hotel. Një investim që do t'i duhet vite të kthehet, po do t'jetë fati i fëmijëve të Ramgecit dhe i familjes dhe i nipave i mbesave. Ja ku është tjetri këtu. Ç'lidhje ka një kompani që eksporton në gjithë rajonin edhe që rritet në mënyrë të vazhdueshme me dinjitet, siç është kompania Brunes, ç'lidhje ka me krimin, me edhe Geronti ndërton. Patjetër, çka ka këtu? Ja ku është edhe i paepuri tjetër, atje demokrat tjetër, se këta demokratët me ne punojnë, me ata protestojnë, i kanë rregull, i kanë të dyja. Këta janë rehat. Këtyre ju del edhe të argëtohen me molotov, edhe të ndërtojnë edhe të fitojnë. Ja ku është ai tjetri? Tironës Demba Baden. Ja ku është atje? Me prona në Tiranë. Demba Baden, gjithë jetën ndërtues demokrat tjetër, Avenir Kika, gjithë demokratë, gjithë. Tash pse vin këtu? Po vin këtu se këtu bëjmë punë. Si mos vinë? Qa lidhje ka Aveniri me që ka ndërtuar gjitha ato apartamente për njerëzit? Edhe në gjitha këto apartamente jetojnë njerëz, nuk jetojnë pastrus parash. Gjithë kjo rrit ekonominë. Si e kemi filluar me 300-400 milion euro investimet huaja dhe sot jemi mbi 1.5 miliard. Në vit,
mbi 1.5 miliard në vit investimet të huaja. Si na erdhi dita që të huajt të vinë dhe të blejnë këtu në Shqipëri dhe do blejnë edhe më shumë nga këto apartamente, edhe nga këto ndërtime që bëhen, sepse këto ndërtime krijojnë energji pozitive, krijojnë besim, krijojnë atraksion, nuk janë thjesht fjetore për të futur kokën. Dhe natyrisht që ne jemi në këtë rrugë të përfshirjes në një botë tjetër, në një botë të integruar. Integrimi nuk është thjesht që ne do bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe këtu s'do vi njeri. Integrimi është që këtu, si kudo, do blejnë shtëpi, do hapin biznese, do jetojnë, do çojnë fëmijët në përshkolla, edhe ata që vinë nga vende të tjera. Dhe këto ndërtime janë një provë e ambicjes që ka Shqipëria dhe e fuqisë që ka Shqipëria për të realizuar ambicjet e veta. Nuk janë skena krimi këto. Këto janë prova të një transformimi të madh. Si u rrit prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë ishte 9-10 miliard euro, kur ne morëm detyrën, sot është 27 miliard. Dhe në ndërkohë, të ardhurat për frym ishin më pak se 3.000 euro. Sot janë mbi 11.000 dhe do vazhdojnë të rriten. Lloj-lloj teorish, lloj-lloj maskaresh që në fund të ditës nuk e kanë me asnjë, po e kanë me mungesën e kapacitetit për t'ia pranuar Shqipërisë suksesin, duke qenë shqiptar vetë. Mund të thuash për qeverinë çfarë duash, mund mos jesh dakord dhe ta kritikosh, ta luftosh, sa të duar. Unë jam dakord me Ramgjesin për opinionet politike që ka. Jam dakord, nuk heq dorë, është i vendosur. Por ama si mos ja pranoj suksesin. Mos t'i heq kapelen kur shoh punën që bën. Kjo është e pamundur. Dhe po ja kaloj fjalën ministres, natyrisht duke mirëpritur çdo gjë që ju keni për të thënë, edhe duke falenderuar edhe mikpritësin ton për këtë mundësi që na dha. Por përpara se sa të kaloj fjalën ministres, duhet të them që e gjithë kjo që ndodh edhe në sektorin e ndërtimit, ne na jep krah për të shkuar më shpejt përpara në rrugën e antarësimit, për të bërë më shpejt antar të Bashkimit Evropian. Sepse antarësimi në Bashkimin Evropian, nuk është një certifikat formale, po është një proces transformimi. Dhe të gjitha ato hapa që ne, Komisioni Evropian, na i certifikon, nuk janë letra, janë transformimi në realitetin këtu. Prandaj ata që flasin sot për një Shqipëri të hapur përfytyt nga korrupsioni, në fakt, janë të kapur në fytyn e tyre nga mlefi ndaj suksesit. Suksesit të zotërisë këtu, suksesit të gjitha tyre këtu që bëjnë sukses në atë rrugën e tyre, sepse e kanë të pamundur ta gjejnë fuqinë për t'ia pranuar dhe për t'ia falur tjetrit suksesin. Ata që flasin për
korrupsionin që na që nga rritur, duhet në fakt të dëgjojnë juve. Se nuk mundet do të rritet korrupsioni kur ti paguan 14 milion euro taks. Në ndërkohë që kur korrupsioni ishte më i lartë, ti paguaj shumë më pak taks. Sepse përqindjen e taksës e kanë në dorë ata që qeverisin, ata që janë edhe promotor ose janë edhe kundërshtarët e korrupsionit. Po 14 milion euro taks me korrupsion nuk shkon. Nuk shkojnë të dyja bashkë. Nëse rriten të ardhurat nuk rriten nga shiu, të ardhurat rriten nga taksat. Dhe nëse arka e shtetit ka më shumë të ardhura, dhe ne kemi shumë më shumë të ardhura, atëherë do thotë që ka më pak korrupsion. Dhe të gjithë ndërtuesit që ka përsejnë pragun për të marrë këto leje, mund të dëshmojnë që luftën me ne e kanë për cilësinë e projekteve, dhe prandaj janë edhe rastet për të cilat flitet. Se ndryshe për çfarë do diskutonim dhe si do ta pretendonim që korrupsionin po e ulim, nëse nuk do kishte shembuj edhe të kësaj natyre. Pra, edhe shembuj pozitiv të ndërtimit, të transformimit, të rritjes ekonomisë, të rritjes pagave, të rritjes pensioneve, të rritjes të ardhurave në buxhetin e shtetit, dhe shembujt negativ që ekspozohen në luftën kundër korrupsionit janë dy anët e të njëjtës medalje, që këtu ka më shumë ekonomi dhe ka më pak korrupsion. Faleminderit për ministër, shumë faleminderit për mirëqenien sot. Unë shumë pak do shtoj se pjesa më e madhe e gjërave u tha, po do ta filloj duke thënë që për ne rritja ekonomike nuk është objektiv në vetvete. Objektivi që ne kemi është rritja e mirëqenieve të qytetarëve. Dhe sektori i ndërtimit në tërësi është një sektor i cili në 10 vitet e fundit ka pasur një peshë në ekonominë shqiptare rreth bashkë me sektorin e real estate-it, i cili ka ardhur në rritje rreth 17%. Pra 17% e të ardhurave e 27 miliard që gjenerohet euro që gjenerohet në ekonominë shqiptare vjen nga sektori i ndërtimit, i cili është një sektor në vetvete, një industri në vetvete, por edhe është treguesi kryesor i ecurisë investimeve në vend, pasi është pjesë përbërëse e çdo investimi në turizëm, e çdo investimi në manufakturë, në prodhim, në çdo element të ekonomisë shqiptare. Ndaj është i rëndësishëm dhe ndaj është i rëndësishëm që ky sektor të vazhdojë të mbështetet, pasi ne në 10 vitet e fundit kemi pasur një rritje ekonomike stabil, gjithmonë në rritje përveç vitit të 2020. Stabilitet të rritjes ekonomike të vazhdojmë të mbajmë, duke pasur një sektor i cili ka projekte në zhvillim, projekte të cilat do të kenë një kontribut. Kryeministri e tha vetëm pa filluar projekti 14 milion euro në taksat lokale, po ndërkohë me zhvillimin e projektit do të paguhen taksa për ndërtimin, do të paguhen taksa për gjithë shërbimet që do të fillojnë të ofrojnë bizneset të ndryshme që do të lulëzojnë në këtë kompleks, pra garanton një vijim të rritjes, një vijim të investimeve. Dhe ajo që siç thash, ne na intereson nuk është vetëm rritja e një biznesi në vetvete, nuk është vetëm rritja e një sektori në vetvete, po është kontributi që ai sektor jep në të gjitha hallkat e tjera të ekonomisë dhe mbi të gjitha kontributi që ai sektor jep në rritjen e pagave. Sot jemi në këtë biznes i cili ka 200 të punësuar, i cili ka 50 nën kontraktor dhe brenda vitit me fillimin e punimeve të punësuarit do të arrijnë në 1000. Dhe ndërkohë kur të jenë ndezur gjithë motorët, parashikimi është
është që të punësuarit të arrijnë deri në 2500. Paga minimale që paguhet në këtë biznes është 900 euro, paga mesatare është 1750 euro dhe paga maksimale është 3600 euro. Janë paga të cilat janë ndjeshëm mbi mesataren e pagave, pra paga minimale këtu është mbi mesataren e pagave në të gjithë ekonominë shqiptare. E ndërsa në krahasim me sektorin e ndërtimit në vetvete, këto paga janë gati dyfish të mesatares së sektorit ndërtimit. Sigurisht që e them këtë për të thënë që ka ende shumë vend për formalizim të pagave në këtë sektor, sepse duke qenë në lulëzim, duke qenë me rritje të vazhdueshme, duhet edhe që të punësuarit të vazhdojnë të rriten. Por këtu ku jemi sot dhe projekte të cilat kanë këtë standard të zhvillimit urban, projekte të cilat pa diskutim që na afrojnë me atë vizionin që neve kemi për integrimin në Bashkimin Evropian, janë shembuj suksesi dhe janë shembuj që duhet ndjekur nga të gjithë pjesa tjetër e sektorëve. Mirëqenia e të punësuarve është në qendër të politikave tona, pasi pa diskutim pagat më të larta japin një kontribut në kontribute më të larta, të cilat mund të na lejojnë që të japin dhe pensione më të larta. Pra, e gjithë ekonomia është një zinxhir i lidhur i të gjithë elementëve që e përbëjnë atë, dhe kur flasim për zhvillim të sektorit ndërtimit, flasim për zhvillim të Shqipërisë, flasim për zhvillim dhe rritje të mirëqenies së çdo qytetari. Shumë faleminderit. Kush e do fjalën diçka, po jepja pak demokratit. Ai është demokrati but. Rama është demokrati ashpër. Në emër të ndërtuesve të Tiranës, si kryetari i radhës që jam, ju falenderojmë në radhë parë për fjalët e mira për industrinë tonë, dhe e dyta dhe për fjalët e mira për landin, që është nga çunat e ri më të mirë që ka shoqata e Tiranës. Ne kemi fillu karrierën dhe industria ndërtimit realisht është rritur me juve, zote kryeministër. Unë vetë kam fillu ndërtimin ditën që ju jeni zgjedhur kryetar bashkie. Keni firmos leje për neve të gjithë pa na njoft fare, tani njihemi po. Pa na njoft fare dhe unë kam punu me një leje që ma dhat atëherë gati 150.000 metra katror, kam punu 15 vjet. Dhe ju keni ardhur vetëm mbasi u po problemi i rrogave minimale që e keni pak antieri. Por unë jam them të drejtën i lej vetes time dhe gjithë familjes time një vepër, sepse sot në projektin e ri që unë prapë kam, edhe atëherë më dukej absurd dhe pse unë do shkoj te bashkia të marr një firmë të huaj që të punoj. Edhe unë si shkova te bashkia si njeri që isha specializuar në Itali, zgjodha një firmë italiane Athena Studio. Sot në atë kompleks që quhet kompleksi Kika 2, se janë bërë shumë, unë në te emailët e mia kërkesat për strehim dhe për apartamente nuk vinë më nga shqiptarët. Vinë vetëm nga gjerman dhe nga italian kryesisht, shumë italian, sepse i quajnë një copë Italie në Tiranë. Kto janë merita e atij njeriu që është aty dhe kush ja mohon vetes vetë në radhë parë. Për sa i përket industrinë e ndërtimit, ajo që tha zonja sot ka për 17% që është si industrinë e ndërtimit e parë në Europë në prodhimin e përgjithshëm bruto. Punësojmë direkt 50.000 që dikur para 20 vjetëve kur kemi filluar ndërtimin e ishim fshatar, sot janë familje të mesme dhe punësojmë indirekt 250, 1.5 kemi raportin e punësimit indirekt, 250.000 familje. Pra sot në Shqipëri, nëse ka 33% nga 750.000 familje të shtrese mesme, ajo është nga industria ndërtimit, të cilët ky popull në një farë mënyre duhet t'ia di. E tha bukur kryeministri, Rama, Avenieri, Agroni këtu, e gjithë neve, na doli shpirti, të gjithë e kemi bërë 1 ose 2 operacione gjatë gjithë kësaj periudhe, ama kemi arritur që të lejmë diçka mbrapa. E tha shumë bukur kryeministri që Rama do janë këtojnë nipat.
Edhe neve nipet do na gëzojnë, se neve kështu do vazhdojmë. Duke punu me buke, me djallë, kështu, se kjo është jeta jonë. Kështu jemi mësuar në komunizëm, po s'ka rëndësi. Ju falenderojmë dhe një herë për gjithë shka që keni bërë për neve dhe lanë suksese. Avenir tani shu erdi u rrotullu bota. Ju me buk me djath, pasanikën se lit, kjo është. Po, për te i kësaj, ajo që unë mendoj që është e rëndësishme është që edhe ju duhet të ndjeni pak më shumë me forcën e fakteve, ti the disa fakte këtu, se flasin shumë ata që nuk i kanë thënë punës mirëmëngjes, ose ata që kur ishte mundësia me bëj punë, e kanë bë mrapsh, por harrojnë që eksaktësisht siç e the, është një zinxhir i tërë familjesh që ushqehen nga industria e ndërtimit dhe jo thjesht ata që janë kantier, po të gjithë ata që janë në zinxhirin e industrisë, që prodhojnë, që shesin, që kontraktohen për gjithë ato lloj mallrash që ka një ngrehin, se s'është vetëm hekur edhe beton. Dhe përbaltja e jashtëzakonshme që i bëhet kësaj industrie për të përbaltur Shqipërinë në fakt. Sa që bëjnë si investigator, kur ekspozojnë në për ekrane pamjet e Tiranës, që është një qytet evropian, kur e shikon ato pamje, i mbulojnë me llumin e fantazive të akuzave, ja ku pastrohen paratë e Europës. Pastrohen në Shqipëri, në Tiranë, paratë e Europës. Ndërkohë që edhe jere përsëris, apartamentet janë qartësisht të lexueshme në gjithë transaksionet e shitjes e blerjes. Para e dyta, është shumë e rëndësishme që njerëzit ta dëgjojnë edhe ato që the, që sa janë të huajt që po blejnë, sa janë shqiptarët jashtë që po blejnë. Natyrisht një pjesë e tyre blejnë për të bërë një investim, jo se blejnë edhe kthehen me njerëz sa blejnë, po blejnë për të bërë një investim. Dhe shoqata juaj, shoqatat tuaja duhet t'i vëmë përpara përgjegjësisë këto lloj burimesh që vetëm përbaltin, sepse në fund të ditës këto trëmbin njerëzit, trëmbin blerësit. Dhe nga ana tjetër, nëse organet e drejtësisë bën punën e tyre për të vënë në sekuestro një ndërtim apo një kantier, sepse ju figuron i lidhur me kanalet pastrimit paras, kjo nuk ka pse trëmb gjithë dynjan dhe shqetëson gjithë industrinë, sepse industria nuk është e ndërtuar mbi ato lloj kanalesh. Dhe ky është fakt. Dhe është shumë e rëndësishme që faktet të ekspozohen, sepse këtu problemi më i madh është që nga mëngjesi deri në darkë nuk guxon njeriu të hapi një pasqyrë për të marrë vesh se çfarë po ndodh, se do bombardohet me gënjeshtra dhe me balte me helm. Dhe prandaj përpjekja për të ekspozuar faktet duhet jetë më e madhe. Dhe këto janë fakte. Ky projekt është fakt, nuk është opinion. Edhe zotëria këtu është real, nuk është fantazm. Dhe gjithë aktiviteti i kësaj kompanie dhe i shumë kompanive tjera është aktivitet real, se nga këto kompani rritet ekonomia, nuk rritet nga shiu.
Faleminderit zoti kryeministër për vlerësimin. Faleminderit Landit që na ka ftuar këtu. Landi është një djalë super punëtor, e ka pasion punën. Për rastin që ju folët, unë kam pasur rast jo më shumë se para 3-4 ditësh, më marrin nga Italia në telefon dhe më thonë si ka mundësi që nga Shqipëri shumë ka ardhur keq. Ky person që mori punon drejtor komercial në nga fabrikat më të mira në Itali, ka bler apartamente në përballë portit në Orikun ku ne po ndërtojmë. I thash nuk e kam parë emisionin, po më vjen shumë keq. I thash do ta shoh edhe po një gjë të kesh i sigurt. I thash që për çfarë po flet, ne nuk jemi nga ata persona sepse ti mjeft paktën kemi 20 ditë raport pune bashkë që e di se kush jemi. E pash emisionin më ka shumë keq, realisht për çfarë pash për ata gazetarë ekonomik që flasin, sepse ata nuk flasin keq për qeverinë, qeveria sot është nesër është një tjetër, apo për ju zoti Rama, po problemi është që ata flasin shumë keq për Shqipërinë. Kjo është një gjë që ne nuk mund të na hidhet baltë, unë s'du të flas për veten time, tregojmë veprat se kush jam. Është shumë e rëndë për ne si biznes. Unë i ftoj një ditë publikisht që më keni ardhur para 11 vjetësh në fabrikë të Dekolli. Unë aty kisha investuar 10 milion euro, të uroj të vish një ditë ta shohësh, kemi investuar mbi 50 milion euro. Dhe u them këtyre gazetarëve ekonomik, i ftoj ata të vinë të shohin dhe nuk mund të na hedhin baltë në të lloj forme. Ju falenderoj shumë për vlerësimin. Kjo nuk është baltë, thash, jo vetëm për ju, për qeverinë, për ne si biznesmen, por kjo është për Shqipërinë. Nëse ju falenderoj shumë për vlerësimin. Tani, se të keqardhje të shpreh edhe për mua, po nëse ka një adres ku këto lloj baltrash nuk bëjnë asnjë efekt, është adresa ime. Me mua ta kenë, nuk ka asnjë problem. Unë nuk afektohem fare nga këto, se po të afektohesh nga këto, s'do isha akoma këtu duke u marrë me këto, por këtu çështja është tjetër. Dhe prandaj them, unë nuk pretendoj që ata të cilët i kanë mos dakordsi apo kundërshti apo nuk më shohin dot mua me sy të vlerësojnë çfarë do qoftë. Jo, mos ta vlerësojnë fare. Asgjë. Por kur flasin në gjuhë huaj dhe bëjnë përgjigjësime negative, duke kuptojnë ata se çfarë do të thotë të japësh 700 paga në muaj dhe t'i japësh çdo muaj dhe t'i rrisësh dhe të vazhdosh t'i japësh se nga vjen ato. Nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë të ndërtosh një kompani, të rrisësh një kompani etj. Dhe prandaj në fund të ditës e gjithë kjo përpjekje është ajo që po na çon më afër një ëndrre shumë të madhe të gjithëve që është Bashkimi Evropian dhe t'i vesh atyre atje. Por ata për çfarë e bëjnë ata atë? Atyre ju duhet të mbushin 2 orë televizor. Qa po i duhet atyre se qa është e vërtet e qa është e vërtet? Qa po i duhet atyre? E duhet të mbush 2 orë televizor, hajde, kap 2 shqipo atje, që ju duket sikur ju rritet vlera kur flasin dhe intervistohen nga gazetarët tuaj, edhe fut e bjerë Shqipërisë. Se ma thonë vazhdimisht ata andej, po mi mos si ka mundësi, mo qa jeni ju? Ore ka pasur gati luftë civile në Maqedoni, kur ishte Maqedonia akoma. Ore nuk shkonin kundërshtarët e qeverisë nga Shkupit, shkonin në Bruksel dhe të ulnin e të ngrinin Maqedonin si një vend për të dënuar. Por nuk e bënin. Por ka pasur në Maltëzi gati konflikt civil, se ata janë gjysma këtej e gjysma andej, por nuk shkonin në Bruksel
të ulnin e të ngrinin njëri tjetrin dhe të kërkonin nga Brukseli ose nga kancelerit e uera të dënonin Malezi. Nuk e bën. More Bullgaria edhe sot e gjithë ditën nuk gjen rahat. Bullgaria sot e gjithë ditën nuk gjen rahat. Është në Bashkimin Evropian disa vjet u bë tani, nuk gjen rahat nga lufta e brendshme, mezi bëjnë qeveri, 5 palë zgjedhje në vit, nuk shkojnë në Bruksel të thonë dënoni Bullgarinë. Po çfarë është ky të merr? Po çfarë është kjo histori? Po pse ma atje fitohet betejë politike? Po kanë kaq vite që e bëjnë. Po fitohet betejë politike duke i furnizuar mediat e huaja me palët. Fitohet betejë politike këtu, por nuk fitohet. Nuk fitohet. Nuk fitohet betejë politike këtu duke paguar gazetar e duke paguar portale jashtë për të nxjerrë balt nga Shqipëria. Nuk e di, është diçka e pabesueshme. Dhe kur sot që jemi kaq afër një momenti historik sot që për herë të parë fati po i buzëqesh shqiptarëve, për herë të parë në histori. Buzëqeshja e fatit për një vend vogël është që të gjithë të mëdhenjt ta respektojnë dhe ta vlerësojnë. Dhe të mëdhenjt që na duhet ne, i kemi sot 100% me vete si kemi pas kur. Është një moment historik politik i Europës ku duam të njëjtën gjë. Ne dhe ata sot na respektojnë, na vlerësojnë. Kjo është historike, është për gjenerata të tëra. Çfarë rëndësie ka partia këtu? Çfarë rëndësie ka partia? Prandaj faktet janë të rëndësishme gjithsesi. Faktet janë të rëndësishme gjithsesi. Dhe për faktet e sipërmarrjes ne nuk kemi folur mjaftueshëm, kemi folur shumë pak. Sipërmarrja vet ka folur shumë pak për faktet e veta, se fund ditës puna juaj nuk është të flisni, është punoni, por duhet folur më shumë. Nuk mundet të kryqëzohet një industri e tërë e të vjen gjithë në një thesë dhe hajde se këta janë gjithë pastrojnë para. Ç'është kjo pastrojnë para? Si u pastrogan parat kështu me tonelata. Janë dhënë 1.5 milion metra katror leje. Po shqyqyr. Shqyqyr janë dhënë. Qa do me thënë kjo? Po pse budallë janë njerëzit që vikan, merkan leje dhe fillokan ndërtim në hava kot? Po do ndërtojnë sepse shesin. Dhe shesin me bank. Dhe investojnë me bank. Marrin kredit nga banka. Si që ka kjo? Nuk e di. Është e pabesueshme kjo pjesë. Skep se shkon fare shtrihesh tek ekonomia, se ekonomia është e gjithëve dhe mbështet gjithë. Meru se si mund të bëhet më mirë, meru se si pengohet nga një gjë nga një tjetër. Kujt i tregojnë? Kush e do fjalën? Po, ja. Agrozala, kompania e të thëtet, pjesë natyrisht e shoqatës ndërtimit dhe antar bordi. Ju falenderoj shumë, zotë kryeministër, për këtë prezantim që bët të këtij projekti, që do thoja i kalon për masat e rajonit. Dhe unë si kompani jam dhe pjesëtari këtij projekti që ju sapo e prezantuat, jam pjesë e këtij projekti dhe falenderoj njëkohësisht shoqërinë Pajtoni për gjithë udhëtimin e saj që ka bërë dhe deri arritjen e sotme, sepse është me të vërtet meriton një respekt si disa të tjerë ndërtuesa apo një pjesë ndërtuesve që me këto arritje të mëdha. Për sa i përket pastaj doja të thoj që historia e jonë si ndërtuesa vërtet ka kaluar një kalvar të stërmundimshëm, të lotshëm që kemi arritur deri këtu, me thënë vërtetën.
Dhe vështirësitë tona dihen që janë të shumta që ke marrja e leje ndërtimit, pagesat e taksat e gjitha këto punësimet dhe më the thash pra ky kalvari gjatë dhe gjithsesi jemi të kënaqur që kemi arrit në periudhën tuaj edhe të lulëzojmë më tepër, të vazhdojmë me këto projekte zhvillimore dhe do të thoja tjetër pastaj që jemi nga bizneset, por mos më thonë të vetmit, por nga pjesa e bizneseve që mbulojmë 17% të ekonomisë shqiptare dhe nuk është pak, që të gjitha transaksionet, të gjitha lëvizjet i bëjmë nëpërmjet bankave. Absolutisht në shoqatat e ndërtimit nuk mund të marrim një rast veçantë apo të shkëputur që mundet të ketë vend për diskutime apo për hetime, por shumica e biznesit të ndërtimit funksionon korrekt, absolutisht dhe çdo gjë lëvizet nëpërmjet sektorit bankar, me kredira, me taksa, me paga dhe çdo gjë tjetër nëpërmjet bankave. Pra është një sektor që meriton respekt dhe ju falenderoj dhe domethënë jam mirënjohës që flisnin me superlativa për këtë sektor. Ju falenderit dhe kjo ishte. Ne kemi gjithmonë shqetësimin e cilësisë. Ne nuk imponojmë arkitektëve huaj, por ne sugjerojmë një numër arkitektësh dhe të gjitha ata fatmirësisht që kanë kaluar nga eksperjenca arkitektëve të huaj e kanë kuptuar vlerën e kësaj pune. Sepse është këto godina, nuk janë piktura, nuk janë lodra në kompjuter, se mund ta bësh edhe me inteligjencë artificiale. Këto janë fabrika, me gjithë sistemet e brendshme, dhe ne besoj që kemi po bëjmë një investim të jashtëzakonshëm për dijen këtu në këtë vend, duke sjell arkitektë huaj, duke i dhënë mundësi arkitektëve të rinj shqiptar, siç është vajza këtu dhe të tjerë që janë në sallë, që të punojnë me ta. Dhe unë po ju them, në dekadën e ardhshme, fal këtij investimi, ne do kemi pa diskutim 1, 2, 3 emra shqiptar që do futen në rangun e atyre të mëdheve që vinë këtu dhe që do njihen në botë. Sepse është Tirana sot universiteti më i madh në qell të hapur i arkitekturës në botë. Të gjithë këto studio lokale, gjithë ta të rinj që dalin nga shkolla ose që kanë praktikë, që punojnë me Alejandro Aravenën, që punojnë me Steven Hallin, që punojnë me Carme Pizhemin, me Toyo Iton e me Kengo Kuman, është fat për të shkuar, për të futur në studiot e tyre për të bërë një stazh, aplikojnë 1000 veta, marrin njërin, rri atje 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, e shef një herë, po e pa atë emrin e madh që është aty, edhe ikën. Kurse ti jesh partneri lokal i tij, të rish në Zoom me të vish këtu, të ulesh tash drejt, tash darkë me të, është një shkollë që nuk blihet. Në fund të ditës, 2 gjëra ka për mua që duhet mbajt parasysh nga industria. E para, cilësia. Dhe e dyta, që duhet mbajt parasysh nga industria, për te cilësisë projektit, është kostoja. Se shkollaj të thuash, po shkoj lartë, po ngjitem. Po kalove 20 kate, fillon një lojë tjetër, nga ana konstruktive, nga ana e kostot. Vajte mbi 30 është tjetër lojë komplet nga hyrpamja financiare. Nuk është dua kullën më të lartë në Europë. Okej, po aty lartë ka komponentë të tjerë që këtu deri 20 katë që nuk janë. Dhe këtu jeni ju që e bëni këtë balancë, por keni parasysh gjë tjetër që emrat, nëse arkitektët dhe kur arkitektët si këta i vën emrin gjës, Kodinës së rritet vlera për shumë vite, sepse do vi dikush më pas dhe do bëj një llogari për të blerë diçka dhe është ajo që tha Venieri.
Aveniri atë kompleksin Kika e ka ndërtuar para vitesh të tëra dhe vazhdon sot ka kërkesa sepse është ndërtuar si duhet. Dhe të gjithë studiet që punojnë sot me këta arkitekt që janë këtu, janë në një studim pas universitar që do t'i çojë komplet në një nivel tjetër. Dhe do din gjëra që s'kishin nga i mësonin ndryshe. Kështu që kjo arkitektëve është diçka që vetëm mirë si atë. Ta marrim dhe një të fundit, po pra, Bami, famshëm, po, demokrati tjetër. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje zoti kryeministër, faleminderit Landi për ftesën. Besnik Bami nga Bami Holding. Unë jam më i riu këtu për sa i përket fushës ndërtimeve, jam pothuajse në hapat e para, por aktualisht që flasem, kam një kompleks banimi në rrugën Jordan Misja, të lejen e kam marrë me Bashkinë e Tiranës para 2 vitesh. Sot jam katin 1 dhe aktualisht që flasim, më thonë drejtën, kam edhe 20 hyrje nga 180. Të gjitha janë të pronetume. 2 gjana kam për të theksu dhe për Landin. Them drejtën, shkaktari kryesor që kam hyrë në këtë linjë është Landi. Pasi i vi me një përfaqësues të familjes Bogdani, them që kam sjell një njeri për të zhvilluar një pronë. Edhe u bë sebeb më nxiti që unë ta vazhdoj këtë punë mbas 25 vite që jam në infrastrukturë. Dhe Landi u bë sebeb, sot që flasim, domethënë jam me 2-3 leje të aplikume që presim zbarten nga AZT-ja dhe ndërkohë them që këto ditë me bashkëpunim me kompaninë e madhe Çellik, vazhdojmë edhe Barcelona Tower. Pothuajse jemi në përfundim të gjithë detajeve dhe do vazhdojmë punën. Dhe ajo që e dyta është që kam nga fusha e ndërtimeve, është që hyrjen e parë çuditërisht, më thon drejtën, e kam shit në një i huj, një shqiptar amerikan, dhe sot me pa në rrugë nuk e njoh, kam bë kontratën dhe më thon drejtën mu duk pak si kështu si gjë e paralizueshme, po me ka nis lekët nga Amerika mbas 10 ditësh 223.000 kam mandatin e parë. 223.000 euro dhe unë s'kisha nis grupën, se kisha filluar akoma, isha vetëm në rrethim. Kështu që ne kompanitë kemi ardhur duke u rritë dhe vetë, sot na duket vetja sikur jemi në ëndër, sepse unë paktën flas me gjatmen me veten, them ka herë si kemi arritur me xhiro 50 milion euro dhe me goxha kapacitete, sidomos në fushën e infrastrukturës dhe lajmi tjetër që Habidesh, pse habidesh? Fal mbështetjes edhe të bankave, se kemi edhe 2 përfaqësues të bankave të mëdha këtu, dhe fal mbështetjes të bankave dhe fal punës tonë 6 motor, 8 motor në ditë. Dhe ndërkohë dhe që ta mbyll, edhe po ta them me plot bindjen, sot aktualisht që flasim, ne kemi, unë si kompani në krahun tjetër të rrugës, po aplikoj formulën e asfaltit të modifikuar që nuk është hera e parë që aplikohet në Shqipëri, e përfitova nga aeroporti, që bëm aeroportin, pra, dhe sot autostrada po bëhet me një asfalt të modifikuar dhe së shpejti, se mrena fundit mujt, ne autostradën e kemi të lirë që mos na shani më për trafikun. Faleminderit gjithë. Jo, unë për vete nuk ju shaj për trafikun, megjithëse unë i respektoj rrinë radhë atje, por nuk shaj. Se e di që për të bë duhet me duru. Por 2 gjëra do shtoja në mbyllje. E para, ajo që ndodh me shitjet pa hap gropën, është që kur mbaron ndërtimi, ky shqiptar amerikani që e ka ble pa hap gropën, e shet 2 fish. Edhe po ja fjalën përsëri mik zëri të ëmbël mikpritës që ta mbylli, se shoh që ka përgatitur fjalim tjetër. Ish shumë shkurtimisht, faleminderit për takimin e sotëm, faleminderit për vizionin dhe ju ftojmë që ta mbyllim duke parë video në projektet të Pajtoni Residence.